Meje tashmë është edhe kryetrajneri i skuadrës Sigal Prishtinës, coach. Bashkimi controlled the game. When we see your roster missing a lot of missing players, and also you lost Bailey today after the disqualification, and nothing went, I guess, good. What you can get good from this game and what was wrong? Wrong is everything is wrong. When you lose a game, everything is wrong. We play without three very important players. We miss Adrio for the beginning. So it's very difficult for us to control the game, especially away, especially against a team like Bashkimi at home. They deserve to win. Nothing. It's if we don't decide to everybody that come to the game, be the game, play with heart, ready to shoot the ball, ready to score the ball, ready to play aggressive, we don't have any chance against everybody. Again, we miss 4 players, very important players, starting 5 players actually. We have million problems out of the team. And really I'm getting tired, but my job is here, all our job is here to fight, keep fighting, you see, until the last second we don't quit the game, and we move to the next one. We play now a very important game for us and for Bashkimi here on Wednesday for the Cup. But again, we're going to play with missed players, we're going to miss again players. Is there any of them that is coming back for the game? Don't even close. But still, I believe to my guys, to my players, if we come here aggressive, it's two games for the cup. We're going to try our best to see. Thank you, coach, very much. Good luck next game. Atëherë ishim me trajnerin e skuadrës Sigal Prishtinës, tha që realisht gjithçka shkoi keq sonte kur humbet një ndeshje, mund të themi kështu. Shumë lojtarë na munguan sonte, ishin lojtarët realisht edhe të pesë së parë, gjithashtu më pas humbën edhe Bailin dhe asgjë nuk funksionoi. Duhet të luajmë, tha, deri në çast e fundit dhe të luajmë, të gjithë duhet të dinë që duhet të luajmë me zemër. Lojtarët me gjithë ato që i kemi, gjithë ato probleme për pas faktit të lëndimeve, kemi edhe probleme jashtë skuadrës, ne po mundohemi maksimalisht të mos dorëzohemi. Na pret një ndeshje tjetër e vështirë në mesjavë, pikërisht kundër Bashkimit këtu, ndeshje e kupës, dhe ne do të mundohemi maksimalisht që të shfaqim lojë sa më të mirë. E pyeta po ashtu nëse është ndonjëri nga lojtarët afër që të rikthehet për këtë ndeshje, tha që nuk janë as afër që të rikthehen lojtarët e lënduar, kështu që problemet do të vazhdojnë. Edhe pse Prishtina nuk do dorëzohet në 2 ndeshjet e radhës të kupës që do të zhvillohen ndaj skuadrës së Bashkimit, pak çase do të jemi edhe me trajnerin e skuadrës së Bashkimit.